Shenja e gafores. Në këto momente kemi hënën të vendosur tek shenja e tyre, ka një ndikim shumë të fuqishëm për këtë arsye. Kur hëna vendoset tek shenja e gafores, ata fuqizohen në mënyrë të dukshme, pak më tepër që e njëjta hënë në këto momente ka dhe një kënd pozitiv me Venusin, i cili është një planet benefik dhe indikon në mënyrë pozitive. Por, duke qenë se Venusi është i vendosur tek shenja e Akrepit, ka një ndikim vetë pak hakmarrës. Prandaj edhe në këto momente shenja e gaforës mund të futur pak a shumë në atë frymën e hakmarrjes. Duke qenë se kemi shumë edhe vendosje në planete, kemi shumë planete në këto momente që janë retrograd, mund të kemi edhe rikthimin në mendjen e tyre ose në jetën e tyre të tematikave të cilat janë nga shkuar, që kanë qenë problematike, ku ju është bërë padrejtësi,